Rastin e Thabit ibn Qais ibn Shammasit, një prej sahabive, e ka qenë, i kanë thonë ligjeruesi i ensarve. Këti sahabive kanë thonë ligjeruesi i ensarve se ka ditë me fol mirë. Por e ka një problem, aje ka llogarit. E ka llogarit si problem se ka zonin pak të ngritur. Edhe kur folke, edhe me ko pejgamberi se me ko prezent, kur aja niske me fol, u harrejke ose ja ka lejke zonit pejgamberit a.s. Ja ka lejke zonit shokëve të ti. Allahu azza wa jall pastaj ka zbrit ajet kur tha: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Tha Allahu këtë ajet: o ju njerëz, mos e ngritni zërin tuaj më shumë se zoni i pejgamberit. Mos e ngritni zërin tuaj më shumë se zoni i pejgamberit. Edhe kur ti falni pejgamberit, mos i falni sikur njerëzit normal që po falni. Po falni me nder, atina edhe me një tën më të vogël. Tha se nëse kështu veprani, nëse ju ngritni zonin më shumë se zoni i pejgamberit, tha Allahun këtë, Allahu po thot, tha veprat ju zhduken krejt dhe se merrni vesh hiç. Llogarit tash ti thot Ibn al-Qayyimi ka thonë që llogarit për ata që jo që e ngrisin zonin më shumë se hadithet e pejgamberit, por edhe i nënçmojnë dhe spunojnë dhe si interesojnë ato çfarë ka thonë pejgamberi, thot a ishte më parësor, thot ishte atë më zhduk veprat krejt. Kështu kanë thonë dietarët edhe mas vdekjes pejgamberit. Omeri radiallahu ka hini njërin në xhamin e tij, në xhamin në Medinë, ka hini një edhe ka ngrit zonin. Ato ka qenë vëri pejgamberit. Se ka ngrit zonin më të madhe, Omeri pe kujt ka thonë, pa e më doç, ju më ka zonin e madh. Kur afruta, pre nga jeni, ka ka du për një filandani. Tha, më ndufta mos qeni të vendit tunë, që i dini këtë sene se pat me hangër ju një rejt. Që shë ngrit një zonin të para dhurrit pejgamberit. Kështu ka thënë edhe Malik ibn Anas, Imam Maliku, Imam i madh, pat orë khalifja i besimtarve, khalifja pat orë në xhami, edhe anisi për ngrit zonin. O, prisi besimtarve, mos e ngrit zonin të se këtu është dhurrit pejgamberit. Edhe për zëvdekni, që shë ka nderu. E këtu në këtë rast, mos me zgjeru ma shumë, këtë rast ky sahabi kur e niti këtë ajet, shka ju mshel në shpinë e vetë. Edhe më nuk dilke. Një ditë për ditë, pejgamberi a.s. i tha Sa'd ibn Mu'adhit, o Sa'd, qka o bobe, tha? Ku është Thabiti? Thabit ibn Qais, ku është? Vëlloj, mos kona e ankes në i sen. Vëlloj, të ja Rasulullah në këshije kam. A mu nuk dina e para ankese kur gjo. Hajtë se po shkej për ves. Kur shkën? Sa'di, tha, o Thabit, pejgamberi be që shtu thaj, shmërzit pejgamberi për ty, që i ke mungu pejgamberit, ku je? Tha vëllaj, tha unë s'kam ftyrë me dalë mu për shpis time, jam shilë që tu, dhe zotit ban ka derë për mu. S'muj me dalë, ta pse? Tha se Allahu tha ka zbita jetin, më se ngrit një zoni, më shumë se zoni pejgamberi, se me këto ju shdukën vepat e ju, tha, po ju e dini o shuk të mirë që unë e kam zonin më të modhin, unë e kam po zonin më të madh se zoni pejgamberit, vepat e mija kanë shku, tha, edhe unë jam bombanori xhehenamit. Erë, Sa'di të pejgamberit, së më tha, ja Rasulullah, Thabiti, tha qështu. Tha qoj selam Thabit, se ti nuk je prej banorëve të xhehenamit, por ti je prej banorëve të xhenetit. Pa hajde duk mu këtu, për shkak se Sa'di kishte natyrshmëri.